Nderuar televizionistë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit, siç u tham, në gjedhën tonë të përditshme në politikë, pa të cilën ne që jemi ulur këtu, po dhe popullata jonë e dashur, nuk bën dot pak të pjesë. Domethënë jetojmë krahas ushqimit të përditshëm që marrim, ne marrim edhe shumë politik. Ham, si thuash, po ta themi në mënyrë figurative, metaforike, ham shumë politik. Do të flasim sërish për zgjedhjet që nuk është se mbaruan, në pjesën e parë, në pjesën e fundit të pjesës parë, ne pam prapë zgjedhje, që si ishte për një tjetër, domethënë, shoqatë, e cilat nuk ishin berë për shkak korrumit, ishin berë, por nuk ishin berë e gjitha dhe do vazhdojnë akoma. Dhe presidenti mbetet ai që është që në vitin 2018. Tani ne jemi, do të flasim për zgjedhjet tani, zgjedhjet që vazhdojnë, që nuk certifikohen. Tani pasi do të hapen sërish kutitë në kryeqytet, po dhe me gjerë. Do hapen kutitë, zoti deputet. Dhe unë tani kam të ftuar në studio për këtë problematik, po dhe me gjerë, Ardit Bilo, deputeti Partisë Socialiste, Ardit mirëmbrëma, faleminderit shumë. Dhe urime për detyrën që ju keni marrë. Në një zonë të vështirë, po që nuk e patë dhe ajtë vështirë, besoj. Kam iden, apo jo? Gara është garë. Garë, ishe në garë. Andi Bushati, faleminderit, Mentor Nazarko, faleminderit, dhe Leonard Mitra, faleminderit shumë. Më pas, mund të kemi dhe një lidhje direkte, të cilën mund do të bisedoj me Regjin për të lidhur. Për tani, përpara se të fillojnë, unë po futemi sinkron në parlamenti sot. PD thotë u vodhën zgjedhjet, PS jo nuk u vodhën. Ja le ta ndjekim. Themelet e pushtetit tuaj sot qëndrojnë mbi votën e blerë, mbi votën e shantazhuar, mbi votën e tjetërsuar. Ju jeni pengjet një mallkimi të madh. Një mallkim i madh që ka emrin Sali Berisha. 11 maj ishte një farsë. Po, janë vjedhur vota. Janë vjedhur në primaret e Partisë Demokratike dhe e di çdo demokrat këtë gjën. Shqiptarët në diasporë kërkoni që të votonin, por votoi Toyota Yaris. Mbaroi flamur. Shqiptarët kërkoni që voti atyre të numëroj dhe kanë futur GPS. Më kishin thënë që e kishte thënë Flamuri në një studio se Flamuri pas ka futur 500 GPS-e në Zarfa dhe këto GPS-et na pas ngelën në Londër. O Flamur, kjo që thua ti është vepër penale. Nëse këtë e ke provë, përse nuk shkon ti ta dorëzosh në prokurorinë e posaçme? Partia shtet, qeveria shtet, kryeministri shtet, organizuan jo një garë reale, zgjollën të ndërtojnë një proces të mbyllur, ku çdo element ishte i kontrolluar dhe i komanduar politikisht dhe shtetërisht. Nëse ka zgjedhje të vjedhura, po të vjedhura nga AJG, të dhunuara, të gjakosura, dhe nëse ka një parti që i ka bërë gjitha këto, janë zgjedhjet e 96-s, kur në këtë sallë kishte 156 deputet dhe vetëm 9 deputet të opozitës. Paka shumë, këto ishin diskutimet në Kuvendin e Shqipërisë mbrëmjen ditën e sotme. Opozita thotë u vodhën zgjedhjet, majoranca thotë nuk u vodhën zgjedhjet. Zoti Bito, mandati i 4 i Partisë Socialiste, se për ju është mandati i parë, mandat normal, por mandati i 4 i Partisë Socialiste duket pak një anomali për një sistem demokratik. Pra, sa më shumë të qeverisësh, aq më shumë shtohen votat. Si arriti kjo parti 83 mandate, për shumë? Ju vini nga, do me jeni rishtar në politikë dhe unë besoj që do marrë një përgjigje ndryshe nga që bëjmë politikanët, të cilët zakonisht ju fshien pyetje drejt për drejta. Unë pyetja në ratë parë, në atë premisën e parë nuk qëndron. Kemi pasur Angela Merkel, e cila ka që 4 mandate, kemi dhe në demokraci pra, ekziston fenomen. Helmut Kohlin tuaj më mirë, po në gjithin vend. Pra nuk qëndron premisa se ka diçka një lidhje direkte me sasisë së mandateve dhe sasisë së votave. Pra që ky konsumi i pushtetit do e mos të sjellë humbje votash.
Konsumi i pushtetit, pa dyshim që sjell pak kënaqësi, është krejt normale kjo politik, po në fund ditës zgjedhjet janë bazuar mbi alternativa. Dhe në momentin që alternativat janë të tilla që qytetarët shohin se zgjidhja është ajo forcë e cila është në pushtet, ajo forcë fiton dhe më thellë. Dhe sidomos në këto zgjedhje, ne kemi një retorik për mua boshe politike pas këtyre zgjedhjeve, sepse ishte një realitet i paralajmëruar. Pra, përfshi dhe miqtë e mi që janë në radhët e Partisë Demokratike, përfshi edhe miqtë mi të cilët anojnë analist, po që anojnë djathas, kur vinte fjala në biseda në për kafe, të gjithë e dinin që Partia Demokratike s'do të fitonte. Të gjithë e dinin që nuk do të arrinte, do të mobilizonte. Të gjithë e dinin që fitoria e Partisë Socialiste ishte e dukshme. Pra që mes alternativave politike, shqiptarët do të votonin mas Partinë Socialiste. Dhe përjedhimisht, ky sport i përhershëm i fund majt edhe fillim qershorit pas zgjedhjeve, që humbsi del edhe qanë dhe deklarohet se u vodhën vota e kështu me radhë, është diçka e paralajmëruar. Është diçka që thjesht e dinim. Ajo çka mua më vjen shumë keq, duke qenë se vi nga tereni, vi nga një fushat në të cilën takuam njerëz, është se mesazhet e tyre politike nuk lexohen. Pra, çfarë bën kjo retorik politike u vodhën votat që është për mua nuk qëndron asnjë rrethant. Bën të pamundur që ne të diskutojmë mbi mesazhet politike që dhanë qytetarët shqiptar. Mesazhe politike të cilat janë të shumashme. Dhe që qytetarët kur votojnë, nuk votojnë për të dëgjuar këtë karamelen e përhershme që e dinim që do ndodhe që pas zgjedhjeve do të ditë. Zoti Bita, unë jam okej me pjesën ndërmuese. Jam okej me pjesën ndërmuese të përgjigjes tuaj. Edhe ne që jemi këtu, e dinim të që ju thone. Por, unë të pyetëm shumë për thellësinë 83 mandate dhe pa hyrë në pretendimet që nuk i vërtetojmë dot, siç bën opozita, shumë pretendime për mua që shpesh u kthehen në qesharake, por marrin vetëm ato gjëra që kanë ndodhur me ligj. Për shembull, pagesa e bonusit për pensionistët dhe falja e gjobave. A nuk kanë ndikim indirekt për marrje vote, blerje vote këto gjëra? Nuk e besoj as pak. Nuk e besoj se jo. Se janë antiligjore. Nuk e besoj se shqiptarët ndikohen kur vjen fjala tek votimi nga akte administrative të këtij lloji. Nuk besoj fare se kjo ndikon. Në fund ditës po e theksoj edhe një herë, kemi të bëjmë me alternativa. Dikush do të dilte dhe do të votonte për një nga forcat politike, ku ishte opozita me 1001 probleme, të cilat ne mund t'i diskutojmë gjithë ditën, mund t'i diskutojmë se si në qarkun e Vlorës s'mund të fitonte gjallë në botë opozita më shumë se sa 3 mandate dhe ishte diçka e dukshme që s'mund të i kalonte 3 mandatet, sepse njerëzit nuk mobilizoheshin rreth saj, sepse që në mitingje ishte bosh, sepse nuk mund të vente me belerin dhe të kërkonte vota shqiptarët Çamërisë, prandaj përfundoi me 1000 vota, 800 vota në Vlorë kandidatë e shqiptarëve të Çamërisë. Sepse nuk mundet të shkonte në Sarande dhe në Konispol dhe në Delvin me një përçarje të brendshme dhe të kërkonte vota. Dhe nga tjetër ishin parti të vogla, të cilat kishin frymë opozitare, po që nuk arrinin do të mobilizonin. Nuk arrinin do të prodhonin mandat. Kështu që nuk ekzistonte fare kjo lloj dileme dhe nuk ndikohet fare nga këto aspekte që ne themi. Kishim një fushat në të cilën qytetarët shprehën problematika, të gjithë ne që ishim kandidatë dhe kandidatë shumicës veçanërisht, problematika të cilat le themi ne u vendosëm përballë tyre, ne do të duhet të diskutojmë për to nesër, dhe pse jo që sot, dhe vim pastaj në Tiranë në studio, ku debati nuk bëhet as pak mbi këto problematika, bëhen mbi këtë retorikën boshe të politikës false në gjykimin tim, dhe pastaj habitemi sepse opozita do të humbasë gjithmonë thellë më thellë. Tani ne nuk kemi përgjegjës as për opozitën as për ju. Po ne gjërat që kemi, vjen keq që nuk ndërtohet debati aty. Për shembull, unë përfaqësoj një program dhe cilat përpiqemi të themi gjërat që mendojmë dhe që shikojmë. Patjetër. Dhe ju dëgjoni ato. Dhe unë kur them, domethënë një gjë, mua më duket mjaft serioze, fakti që pagesa e bonusit për pensionistët dhe falja e gjobave ndodhin në momentin e s'ka pikë logjike. A mund të them diçka tjetër? Jo, mos e thuaj tjetër të ndryjnë kolegët e mi. Se mund të vetëm një fjalë këtu, thjesht për ilustrim. Qytetarët kanë probleme se si përgjigjen disa institucione. E kanë problem të dukshëm. Problem të dukshëm.
dhe kjo është pjesë e konsumit të pushtetit që themi. Në fund të ditës, kur vjen momenti që të votojnë, ata votojnë se kush do të mundet ta zgjidhë këtë problematik. Dhe mes alternativave politike të vendosura, ata zgjedhin që Partia Socialiste mund ta zgjidhë këtë problematik. Nuk ka asnjë habi që në një situatë ku opozita nuk ekzistonte në terren, ku partitë e vogla ishin minore, ku Partia Socialiste kishte gjithë kandidatët e vet në terren duke kërkuar votë. Ju jeni një djalë për mua. Ardit, ju jeni një... Të kanalizoj vota tek alternativa më mirë politike ndër alternativat. Nuk jeni dogmatik dhe nuk jeni, por në kohën që unë ju pyes ju thoni që nuk ndikon kjo që bëri Edi Rama për faljen e gjobave, atëherë pse e bën o zotri? Kur nuk ndikon? Dhe merr përsipër një gjë që pse e bën këtë gjë ti? Atë duhet pyesin kryeministrin, mua më pyet. Jo, kryeministri më pyet po. Partia juaj. Një vendimarrje e qeverisë. Ai bën një vendim dhe merr kosto dhe ti thua nuk ndikon, jo po mos thuaj nuk ndikon. Një proces normal, administrativ dhe burokratik në cilin ndryjnë kolegët atëre. Bushat? Për çfarë them? Për çka folëm deri tani? Zoti Bile thotë që gjithçka është realizuar përballë ka qenë një opozitë e tillë, është konkluzioni i tij që këta mund të kishin fituar dhe më thellë, ndoshta. Një alternativë, ka sa rezultati është ai që është. Po rezultati është ai që ne meritonim. Alternativa politike që u besua nga më shumicë nga shqiptarët, me aq shumicë sa duket, është Partia Socialiste. Do të thënë, edhe sikur të marr të mirëqen këtë që thot Bido, pra që kishim një opozitë të madhe që nuk ekzistonte dhe ca të vegjël që s'u bën dot alternativë, boll kaqë, se unë të them nuk është kjo situata, po boll kaq vlen për të ngritur pyetjen. Është ky një vend demokratik? Po tjetër. Se një vend demokratik ku askush përbën dot opozitë reale, të besueshme, të fuqishme, duhet të ketë një problem, duhet të ketë një anomali. Pra çfarë jemi? Jemi popull që duam përjetësisht një parti? Jemi popull që nuk kemi mendim alternativ, nuk duam ose nuk kemi ambicie për të shkuar më lart. Jo. Vetëm kjo përbën një anomali, por nuk është ky problem. Domethënë, unë s'dua të përsëris veten se e kam thënë këtë studio me 10 herë. Problemi im është që ne këtu nuk kishim zgjedhje fare. Dhe ato që ju thatë janë luksi, ajka e manipulimit, pra rritja një pensioni, falja në një gjobe që po e rikuperojnë tani prap. Në një sistem të kyuni, hajde dhe këto të bëhen. Por, qa ti bëjmë kërcënimit votusit? Qa ti bëjmë vjedhjes së të dhënave personalet qytetarve për t'i kaluar ke patronazhistët? Çfarë t'i bëjmë përdorimit të bandave? Çfarë t'i bëjmë mediave të mëdha që për herë të disa u shndruan në karikaturë? Të gjitha këto bëjnë një mjedis që as mund të flitet që shqiptarve ju lahet drejta për të zgjedhur. Dhe kjo është ajo që më shqetëson mua, që është shumë largë këtyre një manipulimi vogël, një vjedhje vogël, ca fletët që u gjetën atje apo nuk u gjetën fare. Domethënë, e kemi problemin real, a kemi demokraci dhe a bëjmë do të zgjedhje dhe jo votime? Jo, çfarë ke, domethënë duket si radikale kjo, e ka pasur vazhdimisht Bushati këtë dhe... Patjetër, po. Te kjo narrative kam problemin. Mendimi alternativ në Shqipëri ekziston. Një ndër përfaqësuesit është Bushati. Është mendim alternativ. Mendim alternativ ekzistojnë brenda Partisë Socialiste. Jo të gjithë kandidatët janë një prerje. Ne kemi kandidatët janë prerje të ndryshme. Çdo kandidat është një prerje ndryshme dhe në këtë fushat kishte modele politike dhe përmes partive dhe modele politike brenda listave të gjitha partive. Pra, mendimi alternativ që të thuash që nuk ekziston, nuk kemi pluralizëm mendimi pra në Shqipëri, për mua është e tepër. Pluralizëm politik. E dyta,
Po, sa mund të Pluralizëm zhvillohet? mendimi. Ne kemi mendime qëndrime ndryshme. Pluralizëm mendimi kemi, pa dyshim. E dyta, kur vjen fjala, ne po e trajtojmë si kur Shqipëria është një vend I cili është I para 20 apo 30 viteve. Nuk është kështu. Dhe u tregua me njëherë pas zgjedhjeve. Pra me njëherë pas zgjedhjeve, Shqipëria u bë vendi në të cilën u mikpritën të gjithë drejtuesit e vendeve të evropiane. Jo si Shqipëria para 20. Jo, nuk do ndodhte pas zgjedhjeve. Jo, nuk do ndodhe pas zgjedhjeve në Rusinë e Putinit. Që pas sulmuar Ukrainën I shkonte gjithë bota atje. S'ka shans. S'ka shans që Putini ishte prap një diktator dhe pas sulmuar. S'ka shans që Komiteti Politik Evropian të mblidhej pas zgjedhjeve në vende. S'ka shans që Komiteti Politik Evropian të mblidhej. Që mirë pret gjithë liderat e Perëndimit. S'ka shans që me njëherë pas zgjedhjeve të mblidhej Komiteti Politik Evropian në asnjë prej këtyre vendeve të cilat flasim. Dhe në fund të ditës, ne jemi në një proces integrues I cili ka një datë të dukshme. Në komunitetin politik europian bëjmë pjesë dhe Erdogani, dhe Alievi, dhe Orbani. Donald Trump, do të ashtë po. Jo Donald. Jo, është edhe ai tani. Bën pjesë dhe zëvendantari Bashkimit Evropian. Po, do me thënë, dhe vendimarja nuk është ase Alievi, nuk është ase Putin dhe kështu. Pra, Shqipëria sot është një vend I cili ka të dukshme një datë, një afat për integrimi, për mbyllje negociatave, që është procesi teknik, se pastaj procesi politik do kanë vetë, po edhe procesi teknik gjus politik është. E dyta, Shqipëria është një vend I cili dukshëm ka më shumë investime, më shumë mirëqenie, më shumë jetes më të mirë, në të cilën trajtimi elektoral, trajtimi zgjedhjeve, si një vend të rësisht I vobekt, pa pluralizëm mendimi, që për mua ka dukshëm pluralizëm mendimi. Dhe në të cilin kjo vëbektësia prodhon një tërheqje zvar nga ana e një shumice tiranike e elektoratit, për mua nuk qëndron. Shqiptarët, mes alternativave politike që kishin, zgjodhën alternativën më të mirë. Dhe kjo alternativë më e mirë ishte Partia Socialiste. Mungesa e opozitës është një faktor ekstra. Pra, mungesa besueshmërisë më falë të opozitës, se opozita ekziston. Fakti që opozita nuk arrin do të krijoj besueshmëri, është një çështje e cila është problem I opozitës. Kjo është ana tjetër e medaljes, por ne tani po flasim për këtë moment. Edhe një që ta mbyllim këtë çështje. Do me thënë, se them unë, problemi ynë është që ne nuk jetojmë më në demokraci. Sepse unë mund të ta marrë të mirëqen, s'kam asnjë, që opozita është fiks siç e pikturoni ju. Po në të gjitha vendet realisht demokratike, kur një opozit ngelet, bëhet e pabesueshme, si Berisha që ka 30 vjet, thon këta. Pa prit mas lind një opozit e re, pra këtë vakumin e opozitës pabesueshme nuk e merr pushtetin demokraci, e marrin dhe kemi shembullin të Macronit, të Tsiprasit, të Melonit po shkove të ekstremit djathtë. Pra, me njëherë lindin opozita të reja, sepse janë vende demokratike. Pra, politika ka horror nga boshllëku. Ne themi këtu, rritet Rama se këtu as Sheaj s'bën, po as Qori s'bën, po as Llapaj s'bën, po as Berisha s'bën. Pra, ne po I themi njerëzve si në diktaturat më të errta që këtu bën vetëm njeri. Dhe prandaj ne dalim me sloganin elektoral që vetëm me Edin mund të shkoni në PS. Kjo është një tjetër simptom që fatkeqësisht nuk jetojmë më në demokraci. Nëse mundem edhe se kthejmë replik pas replike. Kjo është si kur zgjedhje dolën 90% Partia Socialiste dhe 10% gjithë të tjerët edhe OBB. Nuk është kështu. Shqiptarët votuan të lirë. Pra, çfarë do thotë kjo? Unë e pash në terren. Punojës të administratës të PD-s hapur. Punojës të cilët, nuk po them këtu për mësues që ka vite që nuk ceken. Punojës të administratës. Hapur me PD-n apo me partitë tjera. Fakte që shantazhohen dhe kërcënohen. Po të lutem, që ka mësues demokrat, do me thënë... Deputeti PS-s I thot, po nuk votuat e kemi dëgjuar me zënë përgjime, po s'votuat të nën mos ecnim punë. Kjo është pjesë e mungesës besueshmërisë, po e shtoni ju mungesën e besueshmërisë, sepse po dëgjojnë dhe prindërit tonë. Jo, kemi dëgjuar me fakte. Dhe si prind, unë di mësues të cilët janë të djathtë. I di si prind. Dhe siç I di unë si prind, I din shumë prindër.
Pra, nuk po futem të mësuesit fare që ti ke 500.000 zëvendës veta drejtore, kanë drejtor votuar shkollash të për cilët djathtë, janë djathtë. pa dyshim. Po flas për punonjës të administratës, që dikur ishte një tabu që një administrat ti të kishe njerëz të cilë mund dilin haptazi për palën tjetër. Ne kemi një realitet. Administratës janë shantazhuar prap këtë radhë, ikni nga puna, po nuk sollët 10 votuar. Është një fshet publike, e di gjithë Shqipëria. Unë nuk e di këtë fshet publike. Mirë. Për antarë të Partisë Socialiste të cilët është bërë kjo lloj kërkese dhe që rastis të punojnë dhe në administratë, sikurse ka antarë të Partisë Demokratike që punojnë dhe në administratë, është tjetër gjë. Ka diferencë, edhe kjo nuk ka të bëjë me kërcënimin e vendit punës. Kjo ka të bëjë me një organizëm partijak që funksionon ashtu siç funksionon çdo parti. Ne jemi në një situatë ku Partia Socialiste ka fituar rreth mbi 50% votave, dhe opozita, bashkarisht, gjithë sfera e opozitës ka fituar një përqindje e cila tregon që ne nuk jemi në diktaturë jo se jo, po në autokraci. Se në diktaturë s'ka shans të jemi. Se edhe Erdogani dhe Putini dhe Orbani kanë gjithë opozita numerike. Jo, nuk janë, kjo s'është opozitë numerike. Opozitë numerike, s'ka asgjë është alternativë mendimesh dhe qëndrimesh. Të futen në fakt zgjedhjet janë një moment që gjithë politika duhet të ndalet, nuk është saktësisht ashtu siç thot zoti Bido, sepse le të nisemi më thjesht nga raporti OSB Odirit që zgjedhjet nuk është se morën një notë më të mirë se zgjedhjet e kaluara, mos them që aty ndoshta edhe më keq. Megjithatë, unë mendoj se shumica e shqiptarëve që zoti Bido thot zgjodhen Partinë Socialiste, në fakt zgjodhen edhe këtë radhë që të mos e kenë ata të drejtën e zgjedhjes, po të zgjedh partia për ata. Të zgjedh Partia Socialiste se si duhet votojnë ata. Pra, një mekanizëm... Ju po thoni në mënyrë indirekte atë që thot Bushati. Me një mekanizëm shumë të sofistikuar dhe edhe flagrant po të doni. E ndërtuar në vite. Flagrant ku ishte, thote? Ato që përmendet ju. Po, ato që përmendet unë janë dakord. Dhe angazhimi i gjithë administratës publike në mbështetje të një partie politike dhe të votave të cilat u morën me clearing. Nuk u morën me një program. Zoti Bido, që ishte kandidat për deputet, dhe shumë të tjerë si Zoti Bido që ishin kandidat për deputet, elektoratit të tyre u kanë premtuar zgjidhjen e problemeve ndryshme, personale, në emër të pushtetit. Do të është gënjesht, do të gjithandej në fakt. Në emër të pushtetit. Zoti Bido dhe kolegët e Zotit Bido e din shumë mirë këtë. Kjo është gënjeshtër. Lutem të mbaroj. Po jo me gënjeshtër. Që duhet të thotë. Sepse duhet të më thuash rastet. Atë e vlerëson publiku. Lutem të mbaroj. Thuash rastet ku kanë ndodhur kjo. Dhe unë mendoj dhe ajo që thash. Kjo është shpifje nga ato që ndodhin në tavolina. Dakor. Dim shumë mirë se cila është Shqipëria reale dhe Shqipëria para kamerave. Por, dua të them këtë që përgjithësimi çfarë kuptimi ka? Fitoria e 83 mandateve në thelb çfarë na tregoi? Na tregoi që shumica e shqiptarëve zgjodhen në thonjza një monarki. Jo monarki tipike me trashëgimtar, por një njeri me 4 mandate. Dhe kishte përballë një monarki tjetër, një njeri që sundon një parti politike vite me radhë. Në këtë kuptim, Partia Socialiste i arriti me gjithë enturazhin e saj, me gjithë, si thuash, ekspertizën e saj që ta kthej dhe opozitën në pjesë të administratës publike. Pam një opozitë që ishte më shumë e interesuar të zinte një vend pune, po themi në thonjzas, si kandidat për deputet, një punë në shtet, se sa të ofronte një alternativë bindse. Një model, po ndalojmë aty, po një model të ri politik. Të mbetemi këtu. Kam diçka personale. Ja, edhe personale kjo. Thuaj, po. Thot se kjo është pjesa problematike e sonë publike. Në çka kam thënë unë e dini ju, unë kam bërë 0 premtime. Kolegët tuaj. Unë kam bërë 0 premtime gjithë fushatës. 0. Dhe kjo është e qëllimshme. 0. 0 premtime. Ja, bërë partia juaj. 0 premtime. Po jo, premtime individuale po thot.
Premtime individuale, po thot. Pra premtime që do të marrë, do të vënë punë, do zi legalizimin, Po, keni bërë. Kushdo që mua më ka... Ju dhe kolegët e tu. Kjo është shpifje dhe... Absolutisht, e vlerëson publiku. Dhe është gjithë... Po e vlerëson publiku. Patjetër. Gjithë publiku që na ndjek, gjithë njerëzit që kanë votuar në 11 maj. Dhe gjithë njerëzit të cilët kanë kontaktuar mua në Saran dhe shohin këtë gjë edhe në Delvin edhe në Konsport dhe në Vlorë, dhe thonë që Leonard Mitro mashtron. Këtë e thoni ju. Këtë e thoni ju. Po, është bindja ime, sepse di unë që kam bërë në fushat. Pjesa tjetër, është kjo sëmundja që ne kemi në jetën tonë publike dhe politike, se bashkë shkojnë, në të cilën e themi çdo broçku nga zyra tavolina jonë që na shkon ndërmend se mund të jetë realitetin zgjedhje, dhe pastaj themi e gjykon publiku. Themi këtë gjë e gjykon publiku. Si e gjykon publiku bazuar mbi shpifje? Jo, bazuar mbi ato që kanë Problemi është, problemi është që më vjen keq i thoni ju. Tërësisht. I thoni ju sepse ka një raport shumë të drejtë. Ka një raport shumë të drejtë. Unë s'darxoj kotët edhe në padimë. Ka një raport shumë të drejtë me fitoren tuaj dhe pakënaqësinë që ka publiku ndaj qeverisë. Ka një raport tërësisht të drejtë mes alternativave politike, mes alternativave politike. Dhe këtu duhet të jap shembull nga tereni, unë meqense guxon dhe thua për një terren që se një. Nëse ne kandidatët e Partisë Socialiste të gjithë në nivel lokal, s'po i futem tani në nivelit kombëtar, që diskutuam pak më parë. Shkonim dhe shinim problematikat e zonës, si problematikat cilat duhet të zgjidhen. Problematika munges rrugësh në segmentet caktuara, munges ujësjellsi, mungesa problemet të cilat ata kanë me institucionet. Dhe ne si i shkonim dhe i shihnim, përballë kishim alternativa politike të cilat shkonin dhe bëni këto lloj denoncimesh siç bëni ju sot, dhe që qytetarët shihnin kandidatë të cilët venin dhe shihnin problemet dhe shihnin si ranë e punës se si do të mund të zgjidhen, dhe retorikën boshe të alternativave të tjera cilat nuk ishin alternativë. Kështu që ky rezultat është krejt normal, pikërisht prej kësaj retorike. Nazarko? E the Ardit dhe u kam një qëndrim pak sa më të ndryshëm se kolegët, por ama në lidhje me atë që faktori rëndësishëm për fitoren e qeverisë ishte dobësia e opozitës. Sepse opozita në 2021 arriti... Jo, do të presim tani, do të zbes tani unë. Te kjo pjesë për të shprehur. Por pikpyetja më e madhe është si qeveria arriti të konfirmonte pak a shumë, me një ulje të vogël, të njëjtat shifra si në 2021. Në momenti kur, sipas të dhëna, që të arrijë të ketë njëjtat shifra, pas 4 vjetësh, ju përmendet Merkel dhe Kohlin, po tash do duhet që të vëmë të kërkojmë nëse kanë ata indikatorët e qeverisë shmërisë apo qeverisë tyre i kanë pat në rritje apo i kanë pat në rënje. Si qeveria Rama. Dhe nëse do t'i referohemi të dhënave, shqiptarët në 2023, shqiptarët që jetonin në nivelin e varfërisë apo në nivelin e varfërisë, apo në ishin më shumë në 2023 se sa ata që ishin 2021. Si pas një metodologjie që quhet metodologjia Eurostat. Metodologjia Eurostat është një metodologji që i analizon të ardhurë qytetarëve në 7 parametra. Dhe për t'i renditur, kanë të ardhura në pragun e varfërisë, $5 për në ditë. Përballen me privim material dhe social, nuk mund të përballojnë 7 nga 13 kategoritë e nevoje bazë, ngrohje, ushqime, mish, çdo 2 ditë ose akses në internet. Jetojnë familje me intensitet të ulët punësim. Pra kjo e dhënë është në ose thuajse një lloj, ose në disa aspekte është më e ulët në 2023 se në 2020. Pra, për të mos folur që nuk ka përmirësim në pikpamje të sektorit shëndetësisë, pikpamje të sektorit arsimit, në pikpamje të uljes së emigracionit. Pra, mbi bazë të çfarë bilanci, qeveria Rama konfirmoi rezultatin e 2000, po flas në vlerë absolute, rezultatin e 2021. Momenti kur bilanci është ky që është, po flas për ato që janë indikatorët më të prekshëm të qytetarëve. Ato që thua ti dhe unë bie dakord. Po, ne kemi ecur më përpara me integrimin evropian. Po, subjektiviteti ndërkombëtar i Shqipërisë është rritur. Mirë po, që ta arrish të konfirmosh një rezultat në vlerë absolute me atë 2021 duhet të kesh bilanc. Okej. Për mua janë lexime selektive, sepse një herë azi në të gjitha statistikat të cilat ne kemi,
ne kemi një rritje, dhe po flas për qarkun e Vlorës se më lejon, sepse është një realitet që e njoh dhe më mirë. Ne kemi një rritje të të ardhurave për frym, të cila na vjen nga sektori turizmi, një rritje shumë të lartë, që ka një impakt të drejt për drejt te pjesa më e madhe e banorëve të këtij qarku. Pra, po të bëj një lexim tjetër selektiv, ti më more një lexim. Shifra. Po këto shifra janë, po mirë, duhet të futemi, po që rritja, nëse flasim për rritje ekonomike që ka ardhur nga sektori turizmi dhe nga sektori ndërtimit është më i lartë. Por ka shqiptarë shumë para në portofolën. Po këtë jam duke të thënë, pra, këto janë lexime selektive, sepse rritja ekonomike e ardhur nga sektori turizmi, që impakton drejt për drejt qarkun e Vlorës, ku unë kam kandiduar, është vit pas viti më i lartë, rrjedhimisht, për një lexim tjetër selektiv. Ti bëre një lexim selektiv në lidhje me Varfëria, se kjo është parti e majt. Kjo është parti e majt. Kjo duhet ta ulte varfërinë për frym. Në lidhje me ai ishi indeksi. Kalojmë nga tema tem tani. Po, jo, seriozisht. Kalojmë nga tema tem se mbi ideologjitë politike të partive, po. Një lexim selektiv mbi disa të dhëna që kanë të bëjnë me nivelin e varfërisë, unë të bëra një lexim selektiv mbi rritjen e mirëqenies që vjen prej faktit të ardhurave që vijnë nga sektori turizmi. Në totalin e gjës, alternativat politike dhe pse qytetarët është zgjidhur në zonën ku ti ke kandiduar problemi pronës. Dhënia e tapive për mbyllje atij procesi. Është shumë problematik. Ti je zotuar. Jo dhe shumë problematik. Nuk e di se më cili ka qenë premtimi i Ramës se kur do përmbylli. Jo dhe shumë problematik. Po. Jo dhe shumë problematik. Po këtu dua të dal. Jo dhe shumë problematik. Mes gjithë këtyre leximeve selektive që ne bëjmë, që ka disa që janë dhe ka disa të cilat janë negative. Nuk duhet ta habitemi drejt që e mori sepse qytetarët shqiptar përzgjedhin një forcë e cila ka treguar se ja del të vetë korrigjohet. Dhe për t'ju kapur në ajër, se është një term që ka thënë kryeministri këtë më vonë, e kam përdorur gjatë gjithë fushatës unë këtë, vetë korrigjimin. Pra, ne nuk duhet ta habitemi sepse orientimi votës shkron dhe një parti e cila rinovohet, del me figura të reja, me administrator të rinj, me njerëz, me ministra të rinj, me kryetar bashkisht të rinj, të cilët japin një impakt të rinj, dhe që e sfumon rrjedhimisht këtë dështimin që ne flas, jo dështimet sektoriale. Këtë problematikën të cilën Bushati në parim thot me të drejtë, po i qëndron vetëm jap të drejtë vetëm te parimi që s'po ngrihet një opozit, sepse opozita kur mbetet në qerthullin e vet, do të ringrihej apo do të forcohej ekzistenca e një opozite të re, populiste kryesisht, nëse partia e cila është në pushtet nuk arrin të vetë të rigjenerohet. Dhe pastaj te problemet sektoriale, kjo është dhe sfida jonë, dhe sfida e të zgjedhurve. Një ndër sfida, një ndër problemet cilët unë e kam hasur dhe e kam artikuluar në fushat jo si premtim, se premtimet nuk kam bërë, po që do të merrem, dhe që do tentoj të merrem, se nuk është në dorën time, unë deputet jam, do kem të drejtën që të përfaqësoj problemet e tyre në retorikën në parlament. Nuk kam unë procesin administrativ në dorë. Është çështja e pronave për shembull, e cila duhet marrë zgjidhje. Dhe në atë qark është problematik. Dhe që nëse qytetarët kishin disa alternativa përballë, pse do duhet votonin secilën prej alternativave të tjera për këtë problem, i cili është një funditës një problem 30 vjeçar se ka shkaktuar Partia Socialiste, është shkaktuar nga 1001 probleme tranzicionit tonë? Pse duhet që këtë problematik pra e cila është akumuluar në vite, ne ta faturojmë te 13 vjeçari i pushtetit. Zoti Rama, kur e ka premtuar, supozohet që në 3 mandate, ose në 2 mandate në pashme, e ka njohur problematikën dhe ka thënë që kjo do zgjidhet patjetër. Po kjo është bështje e jetës e debatit ton publik, sepse ne trajtojmë sikur a ka një lider, kryeministër, se fjala lider është pak e tepërt, një udhëheqës, s'ku e di unë quhet çfarë duash. Drejtues shteti, i cili s'do të donte që ta zgjidhet çështjen e pronave dhe do bëhej heroj shqiptarëve. Pra ne trajtojmë këtë si mungesë vullneti. Në fakt s'është mungesë vullneti, sepse nëse do të ishte çështje vullneti, zgjidhje çështjes së pronave, do të arrinim në pikën 70%, pastaj partia e cila do ta zgjidhte, që është Partia Socialiste, pastaj do qaj Bushati, ndjesës si ngacmim, me të drejtë sepse opozita në arrin 20%. Pra këto janë probleme të cilat janë aq komplekse, të cilët qytetarët besojnë te alternativa që do të merret seriozisht për zgjidhjen e tyre. Ju keni pozicionin tuaj të qartë dhe ne nuk e kundërshtojmë atë, e kupton? Diversiteti është elementi që na duhet në këtë rast. Po. I mendimit I mendimit, sigurisht.
Deri këtu, diversiteti mendimit lejohet, pastaj më Pastaj diversiteti tjetër, pastaj është i dyshim, por le të shikojmë dhe anën tjetër. Që ka që e pranojnë, ka që nuk e pranojnë. Për shembull, kolegu Bushati ka qëndrimin e vetë të gjithë dhe një koleg tjetër sot do të jemi javën e ardhshme në një debat pasi përgjigjet e zotit Bushati, do jemi një debat me dikë tjetër, në mënyra të ndryshme mendojmë. Por dritë hijet të zoti Bido janë të fuqishme për këtë zgjedhje. Dritë hije shumë të fuqishme. Ju mendoni kështu, mendoni, mbajeni mendimin tuaj. Tani, ne na lejoni të kemi tonin, tani. Po pse më trajton? Brenda diversitetit mendimit. Ore, a mund të vemi te votimi elektronik se u çmendëm me këtë numërimin? Kjo të vini, jo, aty e diku të kishim vajtur te votimi elektronik. Të kishim vajtur për të huajt paktën. Ore, dakord jam dhe unë këtë, po pse trajton këtë si unë them që është roz situata, nuk them këtë. Unë po them mes alternativave që kemi. Tani le ta shohim sikur të arrinim te votimi. Le të shohim anën tjetër e opozitës rastin konkret. Le të shohim shumë probleme. Ja, le të shohim anën tjetër të medaljes, opozitën. Kishte një njeri sot për të parë, një njeri ka dalë fare hapur dhe në mënyrë të prerë dhe të qartë i ka thënë zotit Berisha, jep dorëheqjen. Shko pranë nipërve dhe mbesave dhe ditët që kanë mbetur, kaloj në këtë mënyrë. Ish deputet, ose deputet edhe një muaj gjysmë. E kemi në lidhje? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Nuk dëgjohesh. Ylli. Mos të heqin zërin. Se Ylli ma përreteti, si që më thot Flamuri, si zërin e doktorit, ore. Se mos ju kam mësuar të gjithve zërin që ka ai. Ylli. Tani, mirëmbrëma, ti e i pari njeri që dole sot në parlament dhe the, doktori dashur, largohu. Tani vërtet e keti këtë që mund largohet doktori, se unë nuk kuptoj mirë këtë që thua dashi. Se dhe partia që është, kemi, partia demokratike, jo vetëm ishte fluks, u kthye në fluks i doktorit, pas i ranë grupet armisore të gjitha, dhe është partia doktorit. Por a doktori, bie dhe partia. Si e mendove të këtë që i the? Bjeri the doktorit tani. Si, ta të gjoj me gjerë dhe më mirë populata thua? Po dhe, tani, çdo gjë ka një fund, amiku im. E ka një fund, thua. Edhe unë mendoj që edhe ti e prind, edhe unë jam prind. Edhe nuk mendoj mi vja që larkë qoftë o zot luajnë vendin, kërë i thonë që t'ikim larkë qoftë i fëmijë para nesh. Unë them që do t'ikim ne, si pas radhët, që ta lërojnë vendin. Se mund të ike dhe fëmijët para nesh, po ati, ha? Se kështë të gjë shumë që t'i Jo, më nuk du këtë tash, kupton. Jo, kështu si që janë këtu larkë qoftë, Unë e përpikërisht pra, nuk duam këtë them, që t'ikim ne, t'i shti, t'i unë, t'i lejmë radhën fëmijëve, apo një për mbesave. Edhe që ka një fund gjithçka. Nëse të menojmë tani që ta marrim gjithçka deri kur t'ikim tu fina, sharr, pastaj kjo është një problem shumë i madh. Unë nuk arrit ta kuptoj ose nuk konceptoj dot. Nuk konceptoj dot. Por ama jam i bindur që doktori nuk ke tërheq më dot karrocën. Që është gjithçka ka doj me anën biologjike, a kupton të kujton njeriu, a ka dhe karrocë vallë që ta tërheqë. Tani ajo karroca që është bosh, mund të rriqet më shpejt, se s'ka mos ngarkesë asë gjë, se ka ngel bosh. Nuk do s'ke çata shumë. Unë ja thash në sot në parlament, ti gëzoni 4 vite të ardhshme, rrogë që të merrni në parlament. Kështu ka ta nisë, nuk ka më vlerë opozita dhe ishe për të ardhur keq, kur shikoje sot që kolegët e mi aty, qesh, se kishin ndodhur asnjë gjë, vend qanin, në kuptimin qanin. Po themi që të shtuar që unë më ndjesh shumë keq, ishe pafajshëm, se s'kishe lidhje me këto. Jo ato më që jam me fajt totalisht edhe prap duke qenë duke zgërdhir aty në parlament. Ta bëra këtë pyetje të parë, por unë për shkak se u prononcove sot, por si pyetje e parë, le të shërbej dhe kjo pyetje që do të bëj tani. Opozita po denoncon dhe ne këtë diskutuam deri tani. Vjedhjen e zgjedhjeve. Ju si e mendoni procesin zgjedhor? A pati manipulim? A qëndrojnë pretendimet e Berishës dhe të PD-s? Tani, unë nuk jam të shmenur akoma që të them që nuk ka patur probleme të zgjedhjet. Nuk jam të shmenur akoma që të them që është kodi më i mirë i mundshëm, sistemi më i mirë zgjedhor i mundshëm. Nuk jam të shmenur akoma që të them që nuk ka ndërhyrje të zgjedhjet. Pa diskutim ka intimidim, ka gjë. Por
pyetja bëhet, a shtrebron totalisht ose shtrebron thepin zgjedhjet dhe numrin e votave, 250-300.000 vota, apo sa mandate, se në një moment vetëm, është thjesht, ja bëra shpjegimin dhe në parlament sot atyre. Nuk ka nevojë, nuk do marrë qark, do marrë vetëm qarkun e Elbasanit, marrë dhe qarkun e Tiranës, analizë edhe të Fierit. Okej, edhe Durrësit, fal. Tani, në Elbasan, që e njoh mjaft mirë nga 2005 deri tani. Po mirë më, Arber Mazniku ishte më i fortë se ta lënë balla me bandat, thu me krimin, me intimidimin, me dhunën, me lekët, me bashkit, me ndërmarrjet, me gjithçka 2021, jo më ishte më i fortë se sa Arber Mazniku. Arber Mazniku për mos vëllërit fare, që do të thotë Arber Mazniku i dobët. Po ma dobët të tonët, ka më shumë donin minus 20.000 vota në 2021. Kam kuptoj. Ka që thjesht ka punë. Unë kam filluar shumë gjëra, zoti Sule, shumë gjëra kam filluar mos i kuptoj në këtë vendin që jetojmë, e kupton, ë? Kështu që tani mos ma bëjmë me pyetjen e kupton se në 2021 unë bashkë me Luciano Boçin, bashkë me Gazmet Bardhin, bashkë me Gjeni Gjegjin, bashkë me Gjeni Gjafën, bashkë me të tjerët, me Geni Sajn, morëm 20.000 vota më shumë, ke 60.000 vota. Sot të tonë 2025 morëm 39.000 vota. Me gjithë emigrantët. Një problemi që do të thotë, kandidatët ishin të dobët. Kthehemi në Tiranë, ka 151.000 vota, 151.000 vota, që janë në Tiranë, që ka marrë, 136.000 ka marrë lista e hapur e ylli. Vetëm 14.000 vota ka marrë sigla, partia që ishe 12 personat të mbyllur, lista mbyllur e Tiranës, as një deputet e qerek. Pra që do të thotë, galloshet aty, një 5.000 që janë galloshe, nuk prodhojnë vota. Dhe gjithë votat i ka marrë lista e hapur. Edhe një kohë që është mbyllur lista me 2/3. Ky pra problemi. Pra, nga 136.000 vota që morë mbyllur gjithë kandidatët e pavarur, e mbali listës hapur, u prodhu një mandat. Kurse nga 14.000 vota që morën, lista mbyllur, u prodhua 12 mandate. Zoti Sula, se ju jeni marrë dhe me këto organet ligjzbatuse, siç është ajo shpreha zyrtare. Zoti Berisha mbajti një fjalim goxha dramatik në Parlamentin Evropian, atë komitetin special që u mori me Shqipërinë dhe foli për narkoshtet. Pyetja e parë është, ndani ju këtë konsiderat? E dyta, mes atyre akuzave që lidhen me ndikimin e këtyre grupa, tani ka filluar të përdori këtë shprehje kartel, bile edhe ai Byluk Bashi e përdorte, ai thotë 28 deputet të PS-s kanë qenë të kujdestaruar nga krimi, pra i detyrohet... 28 deputeti ka zgjedh krimi. Ka zgjedh krimi. Më kujdestaruar mos e thuaj se popullata duhet ta kuptojë sa më thjesht. Po, i patronazhuar nga krimi apo i cili ishte termi, kujtohet termi eksakt që përdori Berisha. Besoni ju në këto dy të dhëna, pra që Shqipëria është narkoshtet, i vetëm madje thotë ai në Evropë, dhe dyta që janë zgjedhur 28 deputet nga 28 mandate, se ju narkoshteti. Dhe ky është argumenti, ju jeni jurist. Ne shpesh kur flasim nuk përdorim shifra, edhe nuk i referohemi asaj që po ka shtet elektoral, po sa vota ka ndikuar ky shtet elektoral që të fitohen në një mënyrë ose në mënyrë tjetër. Ja pra, zoti Kazarko, me që flitet për Durrësin, me që flitet me portin e Durrësit, me që flitet për krimin organizuar në Durrës, flitet për bandën e Durrësit, se dolën mbajtën rezultatin e 2021 në Durrës në 8/6. Ka shforcuar grupi Durrësit. Mund të jetë që shforcuar grupi. Jo, dobësuar. Se kështu pra i bie që të dobësuar. 8/6 Durrësin. Pra, edhe Elbasanin, ne do ta marrim po 8/6, sa ai po ne vishim nga situata shumë vështira. Por jo se s'ka trafik droge, kokaina, po heroina, po hashash në Shqipëri. Absolutisht që ka. Nuk mund ta mohosh gjë të tillë, pastaj vishë çmeluri të fisë gjë të tillë. Por që ne ti vëjmë vulën, që jemi narkoshtet, pastaj nga thënë herë tjetër, atë që thotë zoti Berisha, që organizat kriminale spakut, çfarë jemi ne politika, çfarë është politika pastaj? I vitet super organizat kriminale. Se nga politika ka deleguar gjithçka. A kupton? Tani çfarë them kur quhen organet e shtetit, kur quhen organet ligjbatuse, kur quhen spakun, organizat kriminale, të duket i çudi madhi për të thonë
por tanë do të përtijet në nërgështet për sajnë. Asë gjë tjerë. Ajo gjë më normale. Kur thu për institucionet e shtetit për drejtësinë, për spaku, e kupton që e monitorojnë ndërkombëtarët, e monitorojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, BE, gjithë tjerat, e kupton. Jo se s'ka probleme, që jemi të qartë, pa diskutim, ka element kriminal, ka grupe kriminale, që kanë aktivitet kriminal, ka që bëjnë trafik droge, pa diskutim, kurse për sa i përket atyre mandateve të garantoj një gjë. Ka ndikim, po ndikimi ka të bëjë me votat mrena për mrena njëri tjetrit, nuk ka të bëjë me lidhje me votat e PSD. Se për SPD janë tjera vota. Votat mrena llogores vet, diskutohen edhe siç ka ndodhur edhe mrena Partisë Demokratike që normal, që ndikojnë njerëz caktuar, grupe caktuar, interese caktuara që të jap një kandidati mrena raportit vet politik, kështu që të ka marrë votat e veta me njëri tjetrin. Edhe të unë nuk mund të flas dhe të them që ka ndodhur kështu, por ka ndodhur ashtu. Por ka një specifik, zoti Nazarko, që duhet ta ndaj. Është hera e parë që lista e PS-s është lista më e mirë e mundshme krahasuar me listën e 2013 që kishte trafikant, vrasës, me pagetë ç'as kisha aty, me procesuar me gjëra. Edhe 2017, edhe 2021. Kurse 2025-a është lista sepse se koncesion as opozita, si emra, si lista nominuar për listën e Do të 50 ju mësosh emra. Të lutem. Tani, okej. Me që fole për listën edhe me që jemi të Elbasani. Një nga ato Të lutem, ta mbaroj. Po, jo, me që... Ta mbaroj, lutem. Ka vetëm 3 sekonda. Që do të thotë, si që është termi në italisht uguale. Uguale që edhe PS edhe PD kishin kandidatë nominuar në listë dhe mbyllur të hapur të 2 grupe personash të cilët janë të ekspozuar përpara drejtësisë me çështje penale në drejtësi. Edhe majta dhe djata, dhe PS edhe PD-ja. Kjo ishte ngjashmëria. Shko, ne besojmë... Unë dhe unë i besojnë dëshmërisë tënde, do të thënë personale. Kështu që është një emër i përdorur shumë të zona e Elbasanit që është Sara Milla. A mendoni ju keni ndjekur zgjedhjet e Elbasanit, po thatë që lista është më mirë, supozoj që ju e dini mirë edhe për listën e Elbasanit, sa e mirë ishte lista e PS-s. A besoni ju që votat e saj ishin vota reale, pra votat mbështetur për qyshmëria e saj individualit, e fakti që ishte e re, pa përvojë, apo çfarë? Apo ishte ajo e ndikuar nga krimi, apo nga të pjesë të votës që kontrollon krimi, që ndikon krimi? Në gjë dashur, të garantoj me integritetin tim dhe dinjitetin tim, që patë që Sara Milla ka patur ndikime një të saktuar, siç kishte edhe për nënkryetare e bashkisë, që totalisht bashkia e Elbasanit ishte vënë në dispozicion të nënkryetares bashkisë, që ishte ajo ka Blybashi, apo emra të tjerë, për Gaxhën, për të tjetër, që ti je sigur, po ka të bëjë me votat brenda për brenda subjektit o mentor, nuk ka lidhje në raport me ne. Se s'ka marrë votat tonë o mentor. Qartë. Jo thuj o Bushat, jo o mentor, se është Bushati këtu. E është Bushati, po. Më gjo që të them unë. Ditë për një emër, Sued Çela, u bën e gjetë, Sued Çela ka ndikimin në qytet mrena, 2-3.000 vota. Të garantojmë, Peqini ka 0 ndikimin, në Beq 0 ndikimin, në Cerrik 0 ndikimin, në Grand 0 ndikimin. Se kam qenë unë zgjedhje, jam unë zgjedhjes, ka 0. Mirë, një ndikim do të ketë. Nuk ka shans të ketë ndikim. Ma e ka ndikuar ndonjëherë edhe për Juve, apo jo? Ka ndikuar edhe për Juve ndonjëherë 2021-shin. Jo, se s'kanë qenë të fortë. Kundra po. Se ata janë zakonisht kur me atë që fitonore. Zakonisht, po. Në qytetin Elbasanit, po jo ke. Ora është për ligjen, o mentor. Nuk kam për ligjen. O miku im. Po të garantoj unë një gjëti, që këto të fortët më shumë janë legjenda për burit. Ato kanë, po bëjë këtë rrugash me njëri tjetër, po ku të vetën, po ku t'jep adunari votën ty, a i ta zhytë votën të mrena tjetër, po qatë thu ti mërë, ja më më trego gjanet e shpi. Po të them, institucionet po, bashkia e Elbasanit po, ka pas ndikim. To institucionet e tjera për individ saktuar, kanë votën mrena, nuk janë votën normale, që t'jemi qartë, po ajo, ti meraj vota. Po jo votën tyre me njëri tjetër në Ja, shiko, tani opozita proteston fort në të gjitha, në protest ndërkombëtare të gjitha, doktori niset njërë në 2-3 ditë në Evropë, njofton Evropin për gjitha gjerat. Evropi vjen dhe këtu, bile a iku edhe ditën që Evropi erdi këtu, kryetarët e shteteve këta, buruan e dramën dhe a i vajti godisën Brukselet gjitha dhe akord. Tani kërkon kërkesat të mëdha ka opozita dhe u hapën një pjesë ekutive, se ti merr vesh tani nga kjo punë. Mos duket me hile dhe kjo tani, se këtu do hapen vetëm votat e demokratëve,
apo dhe votat e socialistëve? Të gjitha 1282 kutije. Po jo, do lexohen dhe të socialistëve. Po. Gjithë. Rama është i sigurt shumë, edhe që ka bë gjërat nga bë përpara, që kutijet e pastra. Pse u bë kjo vallë? Ne si hapim 2009-ën. Ne si hapim 2009 kutijet. Tani hap kutijet ato. I hap këtu tani dhe nxjerr vetëm lojën e kutive dhe të gjithë njerëzit do merren me kuti tani. Jo, hapun kaq ky, ha? Po, në qoftë se, edhe një pyetje tjetër, në qoftë se Kemë ta kemi dhe këtë kutive pak se. Jo, pikërisht kutive, jo të kutive po i them. Pra në qoftë se se një mendje mençur duket këtu në mes. Jo, duket mua dashi që tani do merren gjithë me kutit. Sa luftra. Idhe të popullit. Fuqisë balenës fuqia. Pam. Dhe ulis fuqik. Pam. Idhe të balenë kjo. Fuqia dhe ajo merret me fuqinë. Një pjesë e ankesave vinë kryesisht nga deputet veçantë të PD-s. Në atë eksperiencën tënde, mundësia që të ketë patur vjedhje të brendshme, pra prishje dëmtim të vota të atit listës tënde, të listës PD-s, për shumë, ose të listës PS-s, apo shtim, mund të bëhet pa dijenin e palës tjetër? Ti më mirë, po ja keni bërë ju më përpara, ka të përpara, që të jetë si modë kjo se... Bëhet, pra, apo ka marrëveshje, pra... A i numrusi PS-s i thot, ti me të tut bëjt qatë dush, unë me të mitë bëjt qatë dush. Po i ka bërë ka vetëm për është bërë dhe tani. Ta garantoj unë, në 2013 kam eksperiencë personale. Ja ka eksperiencë. Unë fitova në Peqin, rapa PS me Lisejin nga 700 vota për para. Ishe për blushin e këto, drejtuesi Elbasanit, dhe ishe i vetë një gjithë qarve Elbasanit që fitova. Dhe duke qenë që i hangën, i morën të 6-in, 7-in ja morën për dëst. Për i meshin 6-in, do shë meshin dhe mua dhe i thoshin rand dakord që vetë për shfëtu një mandat tjetër për të ditë Partisë Republikane, gjithë votat që ishi për mua, për PD-n, kaloi Partisë Republikane, që do të marrëveshje pa diskutim, edhe votat të dy palët, se nuk noti mos jetë dy palët PS PD. Harrohet, por nuk është pamundur, sepse ke numrusin e PS-s, ke numrusin e PD-s, ke numrusin e LSI-s, ke edhe bashkëpunsjen aty, është pamundur që të kaloj votat pa pa. Marrëveshje që ju bëni çfarë doni me të PD-s, ne të bëjmë çfarë duam me të PS-s. Pas bët fjalë. Bëhet apo s'bëhet? Absolutisht që po. Po si s'bëhet ato? Në jo thua ti. Pra, nga ky rinumërimi... Nuk është bërë sarandore, po ajo bëhet. Mund të ketë çuditëra, mund të ketë ndryshime. Po mund të ketë, të kupton, mund të edhe mund mos i kemi bërë. Tani futet këtu ajo, pushat. Praktikisht ekziston mundësia po. Gjitha futet e kjo. Teorikisht dhe praktikisht. Po është faktura, s'është faktura tjetër gjë pastaj. Dhe vazhdon të jenë 2 muaj kjo. Ka dhe pretendim tjetër. Se ankimimet e PD-s po shkojnë tek numri 200. 200 të për rinumërime, për këto. A ka penalitete kodi elektoral për falsifikim apo për pretendime të tepërta, pra që angazhojnë KQZ-n edhe në shpenzime financiare? Jo, absolutisht ka asnjë gjë, nuk ka asnjë penalitet. Po komisionerë që falsifikojnë? Komisionerët falsifikim ndjekje penale, kemi parashikuar në kodin penal. I 100% ajo punë për falsifikime. Ata që bëjnë ndrimet vota të brendshme hynë në ndjekje penale. Se janë kamerat e sigurisë e gjëra, pa diskutim. As bëhet fjalë, sepse nëse dalin në X kuti, në X qendra votimi dhe dalin numrusit, pastaj merren gjithë numrusit, siç kanë qenë aty që kanë, sepse ka procedurë balet numrusit që kanë firmosur për kuti e caktuara të filan fshati, filan zone, filan qendra votimi, gjitha kupton dhe janë identifikuar që nëse hapet një hetim pastaj verifikohet kush janë këto persona që kanë qenë numrusit, se kanë ndodhur në drogozhinë e vende të tjera, të cilët janë marrë përgjegjësi penale dhe po të jetë budallaj ta bëjë gjë tillë. Ne, çfarë do të thoshe? E para është kjo që thotë zë Sula, që kemi pasur në zgjedhjet e kaluara njerëz të cilët kanë përfunduar në burg për efekt të numërimit. Janë dënuar më saktë, nuk e di dënimet e ndryshme. Dhe këtë herë, janë dënuar. sidomos në këto zgjedhje, ishte fenomeni më i çuditshëm. Unë kam ndjek disa palë zgjedhje nga afër. Po, nga pozita të tjera tani. Po, ishte momenti ishin zgjedhje tjetër lloj. Domethënë ti kishe aq shumë vëzhgues, sepse nuk vëzhgonin vetëm për partitë, vëzhgonin për kandidatët. Kishe aq shumë vëzhgues brenda çdo pike numërimi. Sa që gjithë ky është procesi i kësaj farsës post-zgjedhore që ne kemi në retorikën tonë publike, që e përqendrojmë tek vjedhja e votës në numërim, domethënë problemin. Ka vjedhje numërimi, jo. Më i madh në Shqipëri. Dhe në fund të ditës... numërim ka në një brëndalojt, po... ditës ne duhet jemi të sinqertë dhe në një pikë.
që kjo që po debatojmë në sot këtu, vjedhje votës numërim, gjithë to ankesa që ne shohim në KQZ, gjithë kjo zallamahie dhe zhurmë kot tymnaj, është marrë vendim nga Partia Demokratike ditën që refuzoi votimin dhe numërimin elektronik. Që atë ditë është vendimarrje dukshme e kësaj alibis post-zgjedhore, që nëse në zgjedhjet e kaluara, dhe themi jo 2021, Te diaspora mendoj unë është ky problem. edhe kishte një farë, le themi, nuk ishin mësuar ende shqiptarët që shihnin zgjedhje të rregullta, sot nuk besoj se kjo pi më ujë pjesa që na vodhën në numërim njërin tjetrin, kur në fund ditës numëruesja nga dy palët politike, kur ka 40 palë sy, jo vetëm të kampeve, po dhe të kandidatëve më vete, dhe duke pasur këto lloj penalitetesh që janë aplikuar në zgjedhjet e kaluara, ka njerëz që janë futur në burg dhe nuk ka numërues që është ai shtrim. Sot që të bëhet kamikaz për askënd, nuk e ditur se do të përfundojnë në burg, se janë futur gjithë në burg. Pra janë futur dhe të opozitës dhe të shumicës, pra gjithë tavolina e numërimit. Merrin në konsiderat që pretendime ka patur dhe nga kandidatët e Partisë Socialiste. Zonja Gylameti, Etilda Gjoni, Xhemal Qefalia, që kërkuan pamjet filmike, verifikim të votave, dhe vetëm pasi doli kryeministri me një mesazh, që i tha ju lutem mos na merrni fytyrën, u tërhoqën pastaj. Kështu që nuk është vetëm një proces që duhet stigmatizuar vetëm opozita. E kuptoj këtë gjë. Ja, do të jap shembullin tim personal. Në një prej KZAZ-ve nuk pata mundësi që të kisha njerëz si temi që në fillim. Kisha dhe unë ankth. Pra jemi njerëz. Pra nuk duhet të qëndrojmë tek kjo. Pyeti pak tani që janë ftohur situatat. Jemi njerëz. Ne shinim deri në votën e fundit, shinim të rankth, secili prej nesh. Është njerëzore kjo. Në një sistem i cili është ndërtuar, bazuar mbi modelin Hajduti mbron Hajdutin. Në këtë sistem kemi zgjedhur ne që në 91-shin. Pra, ne duhet të bijmë dakord që ky lloj sistemi që kemi, që kishte më shumë vëzhgues se çdo herë tjetër, që ka këto lloj penalitetesh, është një sistem i cili është anormal. Ta themi nga kjo, po ta themi edhe ditën që merret vendimi për sistemin. Jo atëherë të themi që ka të drejtë Partia Demokratike që s'do votimin elektronik. Një pyetje të fundit për zotin Sula. Politizimin e administratës zgjedhore. Ja, të mos e mbajmë, sepse nuk kemi dhe shumë kohë për të gjithë pjesën, na ka mbetur fare pa kohë. Një pyetje të fundit për zotin Sula. Tani me këtë mënyrë që ka ndodhur zotin Sula, ju keni një eksperiencë goxha relativisht të gjatë. Sa vjet u bën ty në partinë? 20 vite. 20 vjet. Nga 2005. Në demokraci dhe pastaj ike. Shuka nikur gjithë këtu, hemorragjie madhe, ikje të mërshme, 20 vjetë në një këtu, edhe dashin kisha unë njerë këtu, tha, s'kemi dhe kuven të tani. Dhe shej, se ka njerës që s'kan kuven, ore. Nuk kanë kuven dhe nuk duhet të ikin. Tani që me do ti, pyetja ime është kështu tani, ore, me këtë mënyrë që ndodhi tani që duhet si pas te ati ike, si e tani më. Po njeri u më shmi qlirët kurse është. Pavarësi se ke atër mbetjet e gjitha këto, po si ku t'i rësh më njanë këto një moment dhe thua shore, qa duhet të bëjë opozita tani kjo? Përveç i kjesë doktori ishte ti që sa më partë e t'i ikë në shpi. Tjetër qa duhet bërë? Se ikën doktorin mbetet flamuri numëri 1. Opozita ylli do duhet urgentisht të filloj analizën mbrenda vetes. Rama dhe Partia Socialiste detyrë ka atë të bëjë. Ku ka analizë brenda vetes, aty analizë brenda vetes bën vetëm ti që ke dalë jashtë. Një minutë. Me gjë ta mbaroj, po një që cilën e njeh detaj. Ne kemi shkatërruar brenda këtyre 4 viteve, kemi shkatërruar të gjithë kapilarët, janë ndërtimi kapilar i strukturave, duke filluar nga seksionet, degët, dhe deri lart duke përçarë, duke ndarë me njëri tjetrin. Jo, se ti e di këtë punë. Nuk ka kapilar fare, thuaj, se ti e di mirë këtë punë. Kapilar të plejshve. Po pre, më mirë se që e di ti këtë. Po pikërisht pra, ka ngjetë sa rëngall, të jenë vene saktuar kjo turpëlla, me miq me gjërë, janë jemi ndarë, jemi bë çat. Ky është problemi më. Po që se ne nuk bashkohemi të gjithë, nga i parë deri tek i fundit, dhe të fillojmë brenda 3 deri 6 muaj tjetër riorganizimi total i Partisë Demokratike, duke zgjedhur kryetarët e seksioneve, kryetarët e grup seksioneve, kryetarët e degëve dhe pastaj kryetarët e sipër. Jo të zgjidhë kryetarët. Do më thënë ti thua kjo punë duhet filloj nga e para. Lutëm.
Po pra, nga pare, është baza, është brumbi, e kupton, mjafton kesh vullnetin politike dhe dëshirën. Jo të zgjidhet që zgjidhet Basha një herë dhe pastaj caktoj kryetarët poshtë, e kupton, njerëzit e tyre. Do duhet që të ketë një garë nga poshtë, të zgjidhet njerëz. Garë, ky sistem është garë në fakt. Ke drejt. O Ylli, me beso, unë që jam këtu poshtë, jam peqin në vene tjera. Di që ato njerëz dhe dha. Nuk ta çojmë votën. Nuk I duam ato. Se ne kemi 12 imani, nuk kemi këtë të qenë. Jeni ma keqë dhe ju. Jo, këti Bushatit tu e këte se unë e di pak. Bushatit nuk po fletë se e di që ky është një araç që duhet të paguar në qoftë se duhet të mbahen emisionet në punë. Pra duhet një gjysore, i treqerekore që të shahet opozita dhe unë po e përjetoj me shkondje. Ja, se për pyetje tani, pasi mbaroj me Dashin, kemi pyetje për ty, për të punë, para se ta mbyllim. Po. O Ylli, do t'ja vrasme Peqinit. Unë, në komunën time, ku jam lind jam rritur unë, kam dalë 250 vota për para 2000 ishin para PS-s. Sot 2005, 1200 vota minus PD-ja. Peqin, PS-ja fiton 500 vota, maksimumi, tani fitoj 5300, se s'jam unë, me miqtë e mi, me njerëzit e mi. Ç'a them unë tani? Ç'a them atë ti? Nuk ke ç'a thon. Unë mendoj, edhe më pas do lidhemi në emisionet e tjera e gjitha, do flasim, do qajmë hallet si tu është se ne tani ti ke ike nga aty, ne nuk kemi fuqi politike, ne vetëm fjalë do themi, do përpiqemi të themi në një, kupton? Jam shumë I qetë, mjafton misia juaj. Faleminderit shumë që në këto orë të vonë na ndihmove. Ju përqafoj gjithë. Faleminderit. S'kishim gjithë për t'i thënë Dashit më shumë. Atëherë, mbrim në 2 pyetje të fundit. Bushat, ti e ke këtë. Tani, unë po ta marr 100% denoncimin që ky është një regjim I plot. Nuk ka regjim. Regjimi barabartë si shtua ti me Putinin. Megjithse, unë s'jam me këtë ide, shumë kolegë nuk janë. Një kolegu tjetër që të shkruante ty, I botuar në lapsi, I botuar në të unë të gjithë. Mundet ta debatojmë. Do ta debatojmë, po. Do ta debatojmë. Po e fillojmë... Model putinist... Edhim që tani. Por unë po ta marrë për një moment që ky është një regjim. Absolut. Tani këtë regjim Bushat, kush e rezon? Ti, unë dhe këta 2 në krahun tim, apo duhet opozita? Së mënyra se si rezon pastaj, po I quajmë regjim, është e gjena jo apo ja? Ti mendon që nuk ka vend fare për kritik ndaj opozitës dhe ke këtë mendim. Me që ky është një regjim, 1 minutë. Për kritik, po kritike pa nevojshme. Se tu thua është e shenjtë dhe e paprekshme. Jo, e ke bërë të paprekshme dhe të shenjtë. Pse është e pa nevojshme? Po kush do të rrezoj? Më fal. Kush do të rrezoj? Ka një debat, që është debat shumë I madh. Adriatik Llapaj, gjatë gjithë fushatës tha do marr 13 deputet. Po I merrte 9. Një sekond. Po t'ishte sistemi ndryshe. Mirë pra mirë. Po që se Sali Berisha me Edi Ramën nuk ishin bërë të sistem për vete. Po do ma hedhësh një ide komplet tjetër. Ide më dakord. Pra, Adriatik Llapaj me këtë sistem u fut dhe tha do fitoj 13. Mori 1. Ashtë debat ky shumë I rëndësishëm. Që të ndrojë sistemi. Japi dorëheqjen Adriatik Llapaj. Jo. Pa dyshim. Jo. Por sa shqiptarëve... Jo, se sistemin se ka bërë Adriatik Llapaj. Po jo, pra jo, me këtë sistem tha I do marrë 13. Po do merte se pirte njeri për sistem tjetër. Ashtu. Apo jo? Pra nuk I doli. Sistemi tjetër I jep tenent. Pse ta them këtë? Se gjithë këto që u thanë, edhe ato që tha Dashi për PD-n, për Saliun, unë jam I firmos, po më dakord jam, gjitha. Po them është debati panevojshëm se një forcë politike që është kali ngordhur, impaktin mbi jetët e shqiptarëve e ka 0, nuk mund të zërë hapësirat më të nda. Ore, ne sot duhet... Hajde ne të marim gotat me ujë dhe të rëzojmë Edi Ramën ne. Ne sot... Këtu. Mos më idhë... Po se bëjmë dot ne mollë. Unë të lëtë të flasësht ti, po kush e bën? Kush e rëzon Edi Ramën? Tani më bëre 2 pytje. E para kush e rëzon Edi Ramën. Një është pytje. Dhe pytjen e dytë, pse thua ti, pse refuzon ti të flasësh për opozitë. Nisa të shpjegoj të parën, refuzoj të flasë për opozitën se e ka impaktin 0. Atëre kush e rëzon Edi Ramën? Tani, kush e rëzon Edi Ramën? Kundër pyetja është, kush e rëzoj Ben Aliun? Kush e rëzon Putinin? Kush e rëzon Erdoganin? Pra, në regjime, o vendos Zoti, kur të merr jetën,
ose një herë në 50 vjet, një herë 70 vjet, ngrihen njerëzit dhe bëjnë revolucion. Në regjime... Kryetari i opozitës vetë e vdesore në burg, e vret në burg ai. Dërsa këtu kryetari i opozitës, opozita është me pasur se pozita. E çfarë do me thënë kjo? Kjo do me thënë që... Këtu, prit. S'ka opozit. Po të marrë këtë, këtu s'ka opozit. Sali Berishën dhe Lul Bashën për para i ka bler Edi Rama. Kush është më katë më i madh? Ai që shitet apo pushteti që blen? Në qoftë se ne të dy jemi në këtë emision. Të dy barabar më. Dhe ty ose mua më ka bler Edi Rama, më kati më i madh është imi apo joti, apo e ti që ka fuqin për të bler? Ne që na ka bler Edi Rama? Jo, ai që ka fuqin për të bler. Po, Edi Rama në këtë rast. Pushtetet korruptojnë. Edi Rama në këtë rast. Edhe në qoftë se opozita është e bler, nuk duhet mor ta blej. Nuk duhet mor. Ne këtu kemi qenë. Fatosnano, kur humbi pushtetin, nuk e bleu klanin. Sali Berisha, kur humbi pushtetin, nuk e bleu as vizionin, as topin. As gjithë oligarkët e Edi Rama. Do shta këtë drejtë, po unë nuk e kuptoj. Këtë drejtë ndoshta? Pushteti autokratik, o të blen, o të futë në burg. E kamo, po e vendosi e bën. Puna është, a e bën, dhe ne them, ne kemi akoma sindromën e spionit të kohës diktaturës. Jemi një shoqëri që fajsojmë jo xhelatin, po atë që në presionin e xhelatit shkoje u bë spion. Pse ai ishte burmi miro? Në presionin e xhelatit shkoje u bë spion. Dhe sot themi filan gazetar u shit. Po mirë më, nuk është e mirë që u shit. Po kush e bleu? Por faj më i madh. Që ti që e ble? Ai që ble. Pra, Ilir Meta ka shumë faj që i blen Lefter Kokën, Nasip Naçon, deri ke Brahim Llari. Po kush i bleu, se Ilir Meta përfundoi në burg. Po pse media nuk është e blerë këtu? Po pra, po kush i blen? Të dy paret. Media, jo. Po jo pra. Po ti e ke thënë këtu më? Se Fatos Nano, prandaj ta thash, Fatos... Nuk bleu, po. Jo, bleu. Jo, pati një moment, për tha unë nuk mere me këtë televizion. Nuk po ta them emrin. Ashtu. Se të bëjnë shënime. E para. La klanin. E la klanin t'i bënte opozit deri në fund. Sali Berisha e la Top Channel-in dhe Vision Plusin, 2 televizion kombëtar, ti thua se asnjëri nga këto ishte i pashitshëm? Ishte i shitshëm. Jo pra, por se nuk mundet ta bësh, ta shndrosh demokracinë farë si Putini. Po pra. Pra, edhe unë nuk kam parë, dhe mbarova po se mora shumë kohë, unë nuk kam parë njerëz që të ankohen pse është opozita e dobët në Rusi, pse janë media të shitura në Rusi, por të gjithon është sistemi që ka ngrit Putini, që çdo lloj opozitarizmi edhe kritik edhe politik. Ore po jemi në... Jo, të lutem. Jemi okej mo. Po kush e rrezon këtë sistem? Tu, ne kemi, aty do të përgjigje tani. Po e kthen këtë përgjigje. Ta thash... Se ti kërkon që rrezojmë ne këtë, se rrezojmë dot. Jo, nuk rrezojmë, s'po them atë. Po se rrezojmë dot. Unë po bie dakord. Hajtë ngrihemi, po si ta rrezojmë? Unë po bie dakord njerë, me që redhe ti, që jemi në një regjim autokratik. Tani kush e rrezon këtë regjim? Kush e rrezon? Nuk rrezon. Jo pozita... Nuk bie fare. Jo pozita e Sali Berishës është falin ngordhur. Po dhe Donald Trumpi e Meloni... Donald Trumpi është rahat për vete, po e bën si... Nuk e mundin dot. Do me thënë, ne kemi arrit në absurdin... Nuk do jemi shumë, do jemi vetëm me një... Ne kemi arrit në absurdin që nuk fajsojmë Hitlerin, po fajsojmë Einsteinin që la Gjermani. Do të vazhdojmë më pas. Do jeshte vazhdimi bisedës. Apo ta mbyllim shtu? Jo, po do ta mbyllim, sepse kemi vetëm një pyetje për jo për këtë, sepse jemi prapë në debat. Kemi vetëm një pyetje për zotin Bido, si do ta qeverisë pësë këtë supermandat që ka marrë? Po ju e ndatë. është regjim diktatorial, ku e di unë putinist. Do fillohet kemi gulage, tu kemi vrasje në burgje, vrasje në, ku e di unë, qa s'ka këtu? Ju e ndatë. Unë nuk e di se qa bëhe në këtë biset tjetër, veç sa i botës paralele. Unë ndava për një arsye tjetër. Më falë minutë, unë ndava për ta pyetur kolegun se këtë regjim kush e rrezon vëlla. Ta zëm se është regjim. Kush e rrezon? Nuk e mora akoma përgjigje, nuk e rrezon dot PD-ja. Debati publik. Arrohet të rrezoj PD-ja. Ore, ky debati, të lutem, ky debati ju publik.
i cili nuk merret mbi çështjet, të cilat shqetësojnë njerëzit. Kemi vetëm 3 minuta. Dhe merret mbi kush do rrëzoj Edi Ramës si qëllim në vetvete. Pra, nëse qëllimi në vetvete, Nëse korrigjohet, ai provokon. Ai është në punë, po dhe tani, po ti po i kërkove shqetësimin tim qytetar. Po tani po do të pushatim. Tjetër le ta kem. Po ta them dhe unë shqetësimin tim Do të qytetar. ka dhe për mua. Ta them shqetësimin qytetar. Ky shqetësimi juaj opozitar që është kapsulohet edhe përqendrohet vetëm kush rrëzon atë të metën e madhe, të keqen e madhe, si qëllim në vetvete. Pa u futur fare në shqetësimet e njerëzve. Kjo është arsyeja sepse s'ka për të rënë kur ky regjimi satanik i tmerrshëm, ku e di unë çfarë, që nëse do të ishte putinist, do ishe o në burg o në varë, edhe ti dhe unë. Jo. Se dhe unë nuk ma mban goja shpesh. Jo, Bido, e di... Ne të dy bashkë do ishim o në burg o në varë. E di ku është... Këtë regjimin satanik E di tonin. pse nuk flitet kjo për hallet e njerëzve, sepse duhet shpikur një debat, sa e keq... Ky që po bëni ju? Sa e keq... Mo ky që po bëni ju? Mo ky që po bëni ju? Unë kam të paktën gjithë të fushat që kërkoj si na ka qeveri... Ajtë bëjmë debat, si na ka qeverisë Edi Rama, çfarë ka funksionuar, çfarë nuk ka funksionuar... Diqni fushatën që kemi bërë, këtë kemi bërë me qytetarët, prandaj kemi fituar. Vërtet mburremi me 10 milion turist, po nuk flasim kur për gati gjysmën e shqiptarve që nuk bëjnë dot 10 ditë pushime në verë si pas sondazhit fundit që u bë. Të lutem. Pra, do me thënë... Të kemi bërë dhe prandaj kemi fituar. Sa atje në Ksamil ka dhe të varfër që s'bëjnë do të plashë që janë në Ksamil dhe kemi fituar votat e tyre duke bërë këtë lloj debatje, duke bërë këtë lloj diskutimi me ta. Se si keni fituar, kjo është punë çështje tjetër. Po kjo është gjithë çështja pra. Ne nuk bëjmë këtë lloj debati dhe kthehemi në debatin satanik. Në këtë botë paralele. Në 1 minutë yllish. Jo, po, 1 minutë e gjysmë kemi gjithsej. Kjo qasje pushat është pesimistike, pasi është lodhur. Unë mendoj që të njëjtat gjëra për shkak të qëndrueshmërisë Ramës 3 mandate i ka thënë shumë vite me radhë. E para, e dyta, dhe nuk se ke gjetur zgjidhjen. E para, e dyta, ti... Fajnë se ka i që vjedh. Jo, ai që vjedh ka fajmi, po ti ngërthen vete 2 role. Edhe të analistit dhe të aktivistit politik. Të aktivistit politik për shkak të popularitetit madh që ke, mund ta lush fuqishëm, por nuk po e lun mirë. E kupton pse s'e lun mirë. As se bëj, as se kam ambicje të dytën fare. Jo, unë mendoj që mundet protesta e studentëve, e cila kishte legitimitet, e cila kishte freski moshore, e cila kishte autenticitet, e cila kishte në themelin, e rrezikoi seriozisht. Pra duhet zëra të rinj që ti artikuloj. Të nderuar teleshikues... Pse s'dalin, kjo më shqetëson mua. Dhe kauza legjitime, siç ishte... Të nderuar teleshikues... Dhe vetë korrigjimi në emisionet e ardhshme... Në Gjermani dalin. Ju lutem. Në Rusi s'dalin dot. Ja që në Shqipëri dalin, dhe diferenca është që pëse u vetë korrigjua, pra kërkesa legjitime studentëve, që ishte në protestë që unë e mbështeta, isha aty me ta. U vetë korrigjua në 3 pika, ka pika tjera që të Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni ynë për mbrëmjen e sotme. Ju lutem. Ky debat s'bëhet kur. Të nderuar teleshikues. Për debati sa e keqe është opozita. Unë jam për këtë debat që thoni ju. Bajde ta bëjmë. Gjërat e mira, gjërat e këqija. Ta bëjmë. Po që në qatë një plasim regjimi satanik do... Ky është një vend fushat që i duhet opozita. është një vend që i duhet opozita. Në qoftë se është vërtet ajo këtu aty, kemi të bëjmë me një regjim, po s'pati opozit. Jo pra mbase Atëre, të nderuar teleshikues, okay. Se Berisha ka marrë me tapi opozitën. Të zhduket. Atëre, të nderuar teleshikues, edhe një herë, ju lutem. Bushat. Mentor, ju lutem. Nderuar teleshikues, ky është emisioni për mbrëmjen e sotme. Një dilemë është, janë problemet e këtij vendi, një demokraci në tranzicion, problematikat e mëdha që ka demokracia liberale sot në të gjithë botën, perëndim domethënë, shfaqjet aty të gjithë, merrem me mend të ne që as nuk kemi filluar akoma atë. Kështu që ne do të në qendrën e ardhshme do të vijojmë të flasim, debatojmë, të shkëmbejmë pikpamje, mendime, por ne kaq mundim. Kjo është puna jonë. Pushtetet i vendos, apo regjimet, si që të bushati, i vendos popullin përmjet politikës. A e kemi në atë,
A kemi ne opozitë tjera në ditë të ardhshme? Regjimet si vendos populli? Populli kënaqet me regjime shpesh. Regjimet... Shumë në regjimin e Hoxhës, për shumë ishte populli mi kënaqur në botë. Gjithsesi, problemi hapur ky, faleminderit të nderuar Vito, faleminderit dhe një urime. Faleminderit nderuar kolegë. Natë mirë, shihemi javën e ardhshme.